Pas përfundimit të emisionit të saj të mbrëmjes, Egli Tako publikoi disa momente pas kamerave, por një detaj vetëm arriti të marrë vëmendjen e të gjithëve. Një buqet elegante me lule të bardha e roz të vendosur bukur në tavolinë. Ajo e postoi foton në Instagram Story pa asnjë shpjegim, duke krijuar menjëherë një atmosferë misteri rreth asaj që mund të fshihej pas këtij qesti. Ndjekësit, të cilët e vëzhgojnë çdo lëvizje të saj, shpërthyen me reagime sapo panë postimin. Për shumë prej tyre, mënyra se si Egli e kishte kapur momentin, dritat e zbehta, kompozimi perfekt dhe mungesa e çdo fjale, dukej si një lloj mesazhi i heshtur. Ishte një postim që fliste më shumë me simbolik se sa me fjalë, thashë themet nisën menjëherë. Shumë fansa u shprehen të bindur se buqeta mund të ishte nga gjesti, veçanërisht duke qenë se emri i tyre është përfolur prej kohësh në rrjete sociale. Ky dyshim u forcua edhe më shumë nga fakti që Egli nuk e përmendi askënd, duke lënë hapësirë për interpretim të lirë. E gjithë situata u kthye në një skenë romantike të supozuar, e cila ndezi imagjinatën e publikut. Por, në mesin e gjithë këtyre hamendësimeve, e vërteta mbetet ende e paditur. As Egli dhe as gjesti nuk kanë thënë asnjë fjalë lidhur me buqetën, duke krijuar një heshtje të çuditshme që gjithmonë i bën gjërat edhe më intriguese. Kjo mungesë reagimi ka ndezur edhe më shumë dyshimet se ndoshta ka diçka më shumë se një buqet e rastësishme. Disa fansa interpretuan këtë situatë si një lëvizje të qëllimshme nga ana e Eglit. Sipas tyre, ndonjëherë personazhet publik nuk flasin drejt për drejt, por japin sinjale të vogla për të testuar reagimin e publikut. Tek e fundit, Egli di ta menaxhoj shumë mirë vëmendjen mediatike dhe e di saktësisht çfarë ndez kuriozitet. Nga ana tjetër, ka edhe nga ata që besojnë se lulet mund të jenë një surprizë nga një koleg, një mik i afërt, apo thjesht një dhuratë urimi pas një emisioni të suksesshëm. Nuk është hera e parë që moderatorët marrin dhurata të tilla nga ekipi i tyre ose bashkëpunëtorë të tjerë. Kështu për ta, buqeta nuk është as pak provë romantike. Megjithatë, diskutimet nuk ndalen. Në TikTok, në Instagram dhe në grupe të ndryshme online, fansat analizojnë orën e postimit, stilin e luleve, madje edhe njollat e dritës në foto, duke u përpjekur të gjejnë shenjat e fshehta. Ky interes tregon edhe një herë se Egli është një figurë që e mban publikun të lidhur fort pas vetes. Deri kur të dalë një reagim nga vetë ajo, gjithçka mbetet në nivel dyshimesh. Mund të jetë gjesti, mund të mos jetë, mund të jetë një romantik i fshehur, ose thjesht një mik i mirë. Por një gjë është e sigurt, buqeta ka krijuar një valë të re thashëthemesh dhe publiku mezi pret që kapitulli i radhës të zbulohet. Ndërkohë, misteri vazhdon të jetë po aq i bukur sa vetë luleve që Egli postoi.